Deputetja e Partisë Demokratike, Ina Zhupa, ka hedhur akuza ndaj qeverisjes lokale në Sarandë, duke u bazuar në gjetjet e fundit të kontrollit të lartë të shtetit. Sipas saj, vetëm brenda një viti, buxheti i bashkisë është dëmtuar me rreth 1 milion euro, duke e cilësuar këtë si një model zhvatjeje të paras publike. Në një deklaratë për mediat nga qyteti bregdetar, Zhupa theksoi se shifrat nuk reflektojnë gabime individuale, por një sistem të mirëfillt keq qeverisjeje. Raporti i fundit i KLSH-s në fakt është aktakuza më e mirë për bashkinë e Sarandës. Në vetëm një vit të audituar janë rreth 1 milion euro të abuzuara nga kjo bashki. Qartësisht nuk kemi të bëjmë me një apo me dy zyrtarë të paftë, por kemi të bëjmë me një model qeverisje, me një model për të zhvatur paranë publike dhe për të keq qeverisur. Të dhënat tregojnë që rreth 633.000 euro janë dëm ekonomik për shkak të mosveprimit të bashkisë. 226.000 euro është dëm ekonomik për shkelje në prokurime. 101.000 euro janë dëm ekonomik për punimet paguara, por në fakt të pakryera. Dhe 117.000 euro janë dëm ekonomik për ahengje, për projekte artistike dhe kulturore të cilat nuk janë bërë sipas prokurimeve. Qartësisht kemi të bëjmë me një bashki që abuzon me taksat e qytetarëve, që i vjedh ato dhe që nuk punon për interesin publik. Ndaj dhe ne do ta denoncojmë çdo ditë. Do të jemi në krah të qytetarëve për protestat e tyre dhe për problematikat e tyre dhe do t'i garantojmë që jo vetëm do t'i çojmë dosjet para drejtësisë, por ne do ta marrim në dorë bashkinë e Sarandës në zgjedhjet e ardhshme dhe do ta vëmë atë në shërbim të qytetarëve. Zhupa u bë thirrje qytetarëve të Sarandës që të distancohen nga ky model administrimi, duke deklaruar se opozita do të ndjek rrugën ligjore për të vënë përpara përgjegjësinë personat përgjegjës për këto shkelje.